Ja ku po takohemi miq të dashur me historinë e radhës. Sot pranë jush do të vim me një nën e cila i rriti fëmijët, sakrifikoi për fëmijët, punoi për to dhe në pleqërinë e saj fëmijët ikën. Ikën me nuset në përbanesat e tyre dhe këtë nën e kanë lënë të vetme. Jeton e vetme në atë shtëpi të vjetër, pa u kujdesur askush. Letrën e saj na e ka sillur vajza e të bijës. Përshëndetje Tiranë. Unë që po të shkruaj jam Elsa. Jam një vajzë e re në moshë, por dua të ndaj me ty historinë të gjyshes time. Nëna jon, një nën e dashur, një nën me traditë shqiptare, një nën me kulturë, një nën me emocion. Çdo ditë e çdo natë na tregonte se si duhet të rritemi me dashuri të sinqertë. Se sa e bukur është familja, sa e bukur është jeta. Se sa ka sakrifikuar për fëmijët e saj. Mami më tregonte që nëna rinte me orë të tëra rinte vetëm e vetëm që ne të ishim mirë, që ne të kishim çdo gjë. Punonte në tokë, punonte me bakti, vetëm ne të ishim të lumtur. Por jeta nuk qën nga ashtu. Daja im i madh mbaroi shkollën për mjek edhe u punësua në qytetin e afërt. Ndërsa daja i vogël gjithashtu mbaroi shkollën universitetin e lartë edhe ai u punësua në qytetin që e kishim afër fshatit. Të dy u fejuan, u martuan, nëna me të gjitha kursimet që kishte u mundua që të bënte një dasëm të bukur për të dy djemt, sepse do të kalonte jetën me nuset edhe do kënaqej edhe ajo në qytet. Nuk ishte shumë e vjetër, ishte 65 vjeç kur të dy nuset erdhën në shtëpi sepse dajallarët bën dasmat e tyre një muaj pas njëri tjetrit. Që të dy morën hyrje me qira. Më pas edhe i blen ato hyrje. Në fillim nëna arsyetohej se nuk dua të shkoj te fëmijët janë me qira, le të kavatohen pak e më pas më marrin. Unë jam në fshat, kam shtëpin, për dimrit I kam drut, jam shumë e lumtur, rëndësika që falin dashuri. Por vitet kalonin. Nëna vajti tek të 70-tat, shëndeti I saj rëndohej. Daja I madh nuk është se kujdesej shumë. Daja I vogël kujdesej më tepër. Por ajo që rinte non stop te nëna ishte mami. Edhe pse kishte dy fëmijë për të rritur, mami sakrifikonte gjithçka. Kujdesej edhe për gjyshin dhe për gjyshen në shtëpi, por edhe për nënën dhe për gjyshin në shtëpinë e saj. Mbante 4 pleq. Nuset e djallarëve të mi nuk e donin gjyshen fare. Njëra thonte që nëna duhet ruaj shtëpinë, ndërsa tjetra thonte që nuk kemi vend, s'kemi ku e mbajmë. Jemi me fëmijë dhe nuk flehet në një dhomë me plak, sepse plaka ndryshe nxjerr nga fryma e saj, ndërsa fëmijët duan pastërtinë. Erdhën deri në ditën që lëre që si bënin dhe telefon, por edhe nuk e takonin fare nënën. Do me thënë nuk I interesonte njeriu për atë nën. Nëna mërzitej, qante. Shpesher thonte ku ti ishte bashkëshorti. Nuk do të kishin fuqin për një gjë të ktill. Por s'ke ç'bën jeta I ka këto. Në lagje në fshat ku jetonte nëna të gjithë e njihnin. Një grua që kishte punuar me ndershmëri, një grua që për komshinët kishte bërë e jo më për njerëzit e saj. Por fundi është ky, I keq. Kur nëna u sëmur më shumë,
ndoshta nga turpi, vllau i vogël apo daja i vogël e solli nusen e tij. Nusja e dajës ishte shumë e egër, çdo. E maltretonte, e keq trajtonte, e zhyste në mërzitje shpirtërore, nëna vetëm qante. Dhe një ditë nga acari i tepërt, nga kati i dytë, ajo e gjuajti nënën për shkallë. Nëna mbeti e paralizuar. Daja nuk kishte fuqinë të bënë asnjë gjë sepse e kishte shtyp krejtësisht. Iku ajo, nuk dëshironte të qëndron aty, e ndjente veten shërbetore, ti shërbeka vjerës. Unë nuk jam shërbetore. Unë nuk jap një kafe në nënës time, jo më në nënës tuaj. Këto ishin fjalët e nuses së dajës. Një muaj e gjys nëna në dysheke dhe vdiq. Ndroi jetë. Shtëpia mbeti e vetme. Pasi mami, pas varimit që dajallarët erdhën, por erdhën me turpin e tyre, dëshironte që të pastronte shtëpinë edhe ta mbyllte derën e shtëpisë më. Në zyrtarin e dhomës të lartë të nënës gjeti një letër, ku nëna kishte shkruar komplet testamentin dhe pasurinë të vetme që e kishte vetëm atë shtëpi, ma kishte lënë mua edhe vllaut, do me thënë nënës time. Dajallarët e mi u acaruan pafund sa që nxorën edhe pistolet. Pse duhesh ka ne të çojmë pasurinë te dhëndri? Por ato harruan që nuk u kujdesën fare për nënën tonë. Harruan që nënën e hudhën në tokë. Nuk e pranuan mamin në shtëpinë e tyre. Nuk e duan mamin fare. Mami po bën 3 vite që as nuk i ka takuar, as nuk flet dhe as nuk e dihet çfarë ndodh me to. Shpesh herë çunin e dajës të madh e shohim nëpër rrugë duke ikur në shkollë në qytet, por nuk i flasim dot. Se po i folëm, bëhet meri. Për ato fëmijë halla është një kulçeder. Është një njeri që ua ka marrë bukën e gojës. Është një njeri që i ka shkatruar shpirtërisht. Ndërsa, ato nuk e kuptojnë se çfarë ato kanë bërë. Mami mërzitet shumë. Në sytë të tanë nuk e tregon. Por kur është vetëm në dhomë ajo qan. Kur del me gratë e lagjes, shpeshere dëgjoj duke thënë që i me mën nuk e meritonte atë fund, por që ti bësh jetës. Mundohet jetë e gëzuar, mundohet jetë e qeshur me ne, por askush nuk e ndihmon shpirtërisht. Unë sot dua mami t'i kërkoj publikisht me inicialet L dhe B, qëndro e lumtur, qëndro e kënaqur, sepse të mira që i ke ti nuk i ka njëri në botë. Gjyshja në fund i ku e gëzuar e buzëqeshur, sepse ti bëre mirë ndërsa ato do ta paguajnë nga Zoti.